Komunat e Kosovës kanë nisur një fushat për promovimin dhe nxitjen e kulturës së vlerësimit bazuar mbi performancën në punë. Në kuadër të kësaj nisme, komunat kanë përzgjedhur anëtarin më të dalluar të kuvendit, anëtaren më të dalluar të kuvendit, shërbyesin civil më të dalluar, kryetarin më të dalluar të fshatit, si dhe mirëmbajtësin më të dalluar në komunë. Po me këtë qëllim, komunat duan të nxisin edhe frymën e qytetarisë duke përzgjedhur edhe rrugën më të pastër, parkun më të pastër, si dhe rrugën me nivelin më të lartë të pagesës së tatimit në pronë. Shumë e vërtet do të thotë që ne si shtet kemi probleme të ndryshme. Dhe si pasojë këtyre problemeve kur rrjedhin nga vetë shteti, këto probleme do të adresohen dhe rrjedhin edhe në nivel lokal dhe preket drejt për drejt qytetari. E kemi rastin vetë në miratimin e buxhetit do të thotë të komunave ku është zvogluar buxheti. Andaj ky zvoglim nuk është bërë nga niveli lokal. Pavarësisht që niveli lokal ka pas planifikuar që të rritet buxheti, ndërsa niveli qendror, do të thotë qeveria, e ka ul buxhetin në nivelit lokal dhe kjo do të thotë krijohet më njëherë drejt për drejt një pengesë në zhvillimin e projekteve të nivelit lokal. Qëtë mandatin e fundit që bëj pyetjet janë që i përcjellje prej komunitetit, me thanë prej shërbysve civil, cilët vinë me lloj pyetje të lloj-llojshme, që ju intereson lidhje me komunën, me thanë këtu ka është pak më e ndihshme, zakonisht është punat e parja, me thanë te ndarja e bursave, çdo herë ka pak më shumë pyetje aty ku bëhet ndamje. Për arsye se çka kena me thonë, komuna është kur gjë tjetër pos një familje në të cilën duhet normalisht për me shku punë të mirë duhet me kanë një më u përgjegjë, një përgjegjës kryesor, edhe këta tjerë me kry punë që është duhet. Tash me renovimin e ndërtesës së komunës, unë jam e kënaqur edhe me punën që e bëj këtu për arsye se kam edhe zyrën time ku mund t'i bëj punë shumë më mirë se herave tjera. Domethënë para këtij viti unë jam munduar me kry punë gjitha këta punë që i kam kryer me mirëmbajtjen e veturave dhe servisimin që i kam bën, furnizimin me derivate i kam bën nëpër kompjuter të shokëve të mi, zyrtarëve të tjerë. Tash jam i kënaqur për arsye se me kanë ndërtu këtë zyre këtu dhe tash mund t'i kry punë shumë më lehtë dhe më mirë. Punën vullnetare, sidomos në vendin tonë, sepse ka shumë hapësira, ka shumë nevojë për punën vullnetare, për përmirësimin e gjendjes aty ku jetojmë, për me ndihmu shoqërinë. Unë personalisht e kam pa të arsyeshme që duhet me vepru, domethënë me punën vullnetare dhe jam i kënaqur edhe nga banorët atje në fshat se kur kemi ndonjë aksion, me kry një punë vullnetare, pjesa dërmuese nuk hezitojnë, po përgjigjen në aksione vullnetare. Faktikisht sheshi i Honit e Lezit është i vetmi shesh që ka Honi e Lezit në territorin e Honit e Lezit, por pos që është kjo pjesë e sheshit është në territorin e objektit komunës, por atëherë komuna është e obligueshme që mirëmbajtjen e sheshit ta bëjnë administrata e komunës së Honit e Lezit, kështu që ne si komunë deri më tani e kemi mirëmbajt aq sa kemi pas mundësi. Besoj që ka qenë
një ndër pashët më të mira të Honit Eliezit. Me qenë se ne si komunë kemi ndërmarrë disa hapat, për shembull që kemi vendosur disa kontinjerë ku faktikisht këto vlen edhe për qytetarë që qytetarët duhet të jenë të kujdesshëm, duhet të jenë pjesë e pastërtisë së ambientit. Kjo nismë synon jo vetëm që të ndërtojë një mekanizëm të qëndrueshëm për vlerësimin e performancës së tyre, por edhe të krijojë një mundësi për t'i falendëruar për punën e palodhshme që bëjnë. Sepse ata, po u vënë re, punojnë me zell që të na bëjnë jetën më të mirë. Kështu që i kisha lutur gjithë qytetarët që mos të hudhin mbeturinat në parke, sepse kjo është pjesë e pasurisë të tyre. Kështu që është mirë për shembull që ta mbajmë sheshin e qytetit Honit Eliezit. Unë kisha me bëni porosi deri te kolegët me po edhe bashkëfshatarët edhe bashkëqytetarët të Honit Eliezit që të merren më tepër me aktivitete vullnetare. Atëherë duhet që spakunet të japim kontributin tonë me punë. Andaj unë ju bëj apel gjithë qytetarëve që mos të hezitojnë. Le të flasin, le të japin ide, le të propozojnë nëpër institucionet lokale. Vendi kishte ecë përpara sikur gjithë ta kryejnë punën e vet me nder.